Si quaj? Përshëndetje, unë jam Indrit Edej, jam banor i këtij fshati, jam rrit. Gjimnazën e kam bërë këtu me këtë shkollë këtu që shihni këtu. Si e mban mend gjimnazin, se sot është S'ka lidhje fare as gjinof që të thush që kjo është shkollë, kështu si është Katanis. si relike. Si e Katanis. Sepse këtu ka qenë një fshat qendër, që mblidhe shumë fshatra rreth e përqaj kësaj zone. Është gjinof që thush që njerëzit nuk është se kanë ikë se është keq fshati. Kanë ikë se ku do arsimoj pa rrugë. Ku da qesh minaj. Po për shëndetësi, ka këtu? Mirë shkollë s'ka, po shëndetësi. Po edhe shëndetësia ishte iku se Pra pa shkollë, pa shëndetësi, pa rrugë. pa rrugë. Po uja ka? Uj, që zotit kemi nga burimet natyrore, na ka falë zotit. Ujësjellës nuk ka? Po s'ka ujë sjellës fare. Ujtin e kemi burime natyrore. Kemi çesme. Që zotit, Domethënë ky është fshati hero që jeton pa rrugë, pa ujë, po dritat, po këto linjat këtu. që zotit energjinë ka pru ish lartë qofti Enver Hoxha. Pa ti themi faleminderit Ja diktatorit. themi 100 herë faleminderit në 2025 që ta kthem mendje mrapa që na ka bërë të mirë se edhe këtë shkollë Enver Hoxha e boni. Edhe energjinë e pru Enver Hoxha. Kurse këto maskaret, unë s'di se ku e fusin vetën këto. Shumë e dhimbshme. Në 2025 themi që Edhe kemi qenë më mirë kur ishim keq.